nuk është fundi, është vazhdimi i një rruge që është rruga e Partisë Socialiste, në cilën ne kemi parë dhe kemi dëgjuar shumë, por edhe kemi bërë shumë. Dhe duke u kthyer tek çfarë tha Ulsiu në fjalën e tij përmbyllëse, unë dua ta rinënvizoj sepse historia e Partisë Socialiste nuk nis me momentin kur hyra në parti unë me Ulsiun, se ne kemi hyrë më vonë dhe me thonë drejtën na shifshin dhe i qik kështu si shtremët, po nis në momentin kur socialistët dhe progresistët bën një zgjedhje shumë të qartë dhe u shkëputën në mënyrë shumë të arsyeshme nga e shkuara, duke i dhënë jetë një partie e cila në këto 35 vite ka shënuar disa gjëra shumë të rëndësishme në librin e jetës politike shqiptare.